Në takimin me banorët e rajonit numër 4, kandidatja Partisë Socialiste për Bashkinë e Vlorës, Brunilda Mersini, theksoi se qyteti ka nevojë për më shumë ndërgjegjësim mjedisor dhe bashkëpunim mes institucioneve dhe qytetarëve për ta mbajtur më të pastër. Vlorën e duam që të rinjt të ndërtojnë të ardhmen dhe të moshuarit të kenë vendin e tyre, por kjo fillon nga mënyra si sillemi me qytetin ton, u shpreh ajo duke vënë në dukje rëndësinë e trajtimit të mbeturinave dhe eliminimit të pikave të grumbullimit të palishëm në lagje. Vlorën e duam që të rinjt të ndërtojnë të ardhmen dhe të moshuarit të kenë vendin e tyre. Dhe si e bëjmë këtë? E bëjmë ta kemi më të pastër. Kush e ka në dorë për të sjellë qytetin? E kemi ne. E kemi ne institucionet për të sjellë mirë me qytetin, e kemi në dorë ne si qytetarë të sillemi mirë me qytetin. Nuk kemi sjellë mirë me qytetin, sepse ne nuk kemi edukimin mjedisor që çdo qytetar evropian e ka. Ne kemi projekt të landfillit Sherishës që sot është realitet, por kemi hotspot-e në përlagje, të krijuara tazi me mbeturina urbane kemi pafund. Duhet hotspot-et në përlagje të mos endosim qytetin. Duhet të reagojmë vetë dhe të gjejmë dhe zgjidhje ligjore të atyre mbeturinave të cilat landfilli nuk do t'i pranojë dhe mos t'jenë shkak ato që të krijojmë një pikë të madhe tjetër të rreth grumbullimit të qytetit. Mersini foli gjithashtu për domosdoshmërinë e një master plani të mobilitetit urban që do të trajtojë çështje si vendosja e semaforëve, korsitë e emergjencës dhe rregullimi i rrugëve njëkalimshe. Sipas saj, zgjidhjet duhet të vinë përmes dialogut dhe bashkëpunimit të bashkisë me ekspertët dhe qytetarët. A ka ardhur momenti që Vlora të ketë një master plan të mobilitetit urban nëpër qytet? Patjetër që po. Si do ta bëjmë këtë? Po, është stafi i bashkisë aty. Kanë bërë hapat e parë. A duhen vendosur semaforët? Ku duhet vendosur semaforët? A duhet të ketë korsi emergjence? Ku duhet të jetë korsi emergjence? A duhet të ketë rrugë njëkalimshe? Ku duhet të jenë ato rrugë njëkalimshe? Ka ekspert të sinjalistikës rrugore, siç ka ekspert të qarkullimit rrugor, siç ka ekspert në bashki dhe në polici, dhe po të bëjmë së bashku me qytetarët një tavolinë të rrumbullakët, do të dimë t'i përgjigjemi qytetit për mobilitetin urban. Bashkia është aty, do të jetë në mes të problemeve, por që zgjidhjet e kanë dialogu. Duke u referuar zhvillimit urban, ajo theksoi se Vlora po hyn në një fazë të re me ndërtesa shumëkatëshe dhe projekte moderne, çka kërkon planifikim, vizion dhe struktura që dëgjojnë dhe adresojnë nevojat reale të qytetarëve. Ne kemi bërë turizmin ton, një turizëm deri diku të pamenduar, deri diku të menduar, por tashëm Vlora ka kaluar një dinamik tjetër, një dinamik ku këto ndërtesa shumëkatëshe do t'i japin qytetit pamjen evropiane. Po a jemi ne të përgatitur për këtë? Është sfidë. Duhet të ketë projekte, duhet të ketë një zyrë e cila duhet i dëgjojë gjërat. Dhe unë them kur dëgjojnë gjërat dhe ka njerëz që mendojnë thonë, po e dëgjova këtë problem, po si do ta zgjidh këtë gjë. Po nëse nuk e zgjidh vetëm, prit të bëj stafin, prit të bëj ekipin, prit të pyes diçka më shumë. Kemi pushtetin, i cili ka të qarta gjërat dhe projektet e vet. Në mbyllje, Mersini nënvizoi se zhvillimi i qytetit nuk është vetëm çështje projektesh, por edhe kulturë qytetare dhe përkushtimi të përbashkët për ta bërë Vlorën një qytet evropian në çdo dimension.